përpara atyre institucioneve janë të garantuar njësoj si drejtat e çdo qytetari tjetër. Sa herë na ndodh ne që një qytetar shqiptar ka një hall me institucionet atje dhe nuk e zgjidh dot, jo ambasada, jo shteti, jo portalet, ndërkohë që kur ke atë pasaport, ato institucione janë të tuat. Të gjithë emigrantët sot në Greqi kanë problemin e pensionit. Ne kemi filluar të negociojmë me Greqi. Mezi e mbyllëm me Italinë, burokracia italiane pa fund, kaloi këtu e kaloi aty, dje është vënë dhe firma e fundit, me sa jam informuar, por u them emigrantëve, nëse ne në 11 maj marrim një mandat shumë fort dhe mbyllim negociatat në 2027 dhe Shqipëria bëhet antare e Bashkimit Evropian, pensionet e të gjithë atyre që jetojnë në BE shqiptarëve njihen automatikisht. Nuk ka më nevojë për dhe madje ti nuk ke nevojë të marrësh pasaportën italiane apo greke që të konkurosh si qytetar i BE-s në zgjedhjet vendore atje. Do të bëhesh kryetar komune, kryetar bashkie, do të bëhesh antar e Këshillit, nuk ke nevojë për pasaportën italiane apo greke. Mjafton ajo shqiptarja me Socialiste Rama duke diskutuar pikërisht për atë çka do të ndodhë me shqiptarët në momentin që do të bëhen pjesë e Bashkimit Evropian, do të kenë një pasaportë europiane, teksa para pak çastesh u ndalën edhe tek negociatat që po bëhen me Greqinë për njojën e ndërsjellë të kontributeve të sigurimeve shoqërore, e rrjedhimisht edhe pensione të përbashkëta, siç ne kemi diskutuar që është nënshkruar tashmë dhe është në prag të finalizimit me Italinë. Në këto momente, siç po e ndjekim, në fakt regjia do të na e mundsoj, Berisha, lideri i Partisë Demokratike, është edhe në krye të koalicionit Alanca për Shqipërinë Madhështore, është duke u bashkuar pikërisht në shesh ndjekësve, mbështetësve të Partisë Demokratike në këtë çelje zyrtare të fushatës. Ai do të shoqërohet edhe nga strategu zgjedhor Kris Lasivita. Dhe çeljen zyrtare të fushatës të demokratëve dhe aleatëve të saj, Partia Demokratike ka zgjedhur një stil alla Trump, ku simbolika, energjia e të rinjve dhe prania e strategut amerikan synojnë të japin idenë e një revolucioni politik. Një aktivitet i parashikuar për të nisur në orën 19, në fakt palët politike në Shqipëri prej kohësh tashmë kanë nisur me prezantimin e programeve, por edhe ekipeve respektive në 12 qarqet, megjithatë zyrtarisht sot nisë fushata, nesër kanë vendosur socialistët në mesditë të çelin edhe ata fushatën elektorale në mënyrë zyrtare, teksa partitë e reja kanë zgjedhur mënyra të tjera dhe kryesisht jo Tiranën, por qytete të tjera, Vlorën, Fierin, apo edhe një mënyrë krejt të ndryshe, siç ka zgjedhur mundësia e Shehajt me një tur me autobus, duke u nisur nga Shkodra për të përfunduar në Sarandë. Pra janë momentet e fundit të nisjes së aktivitetit, ku fokusin do ta kenë të rinjt e Partisë Demokratike e po ashtu zoti Berisha dhe strategu zgjedhor Kris Lasivita.
ende nuk është përcaktuar të paktën zyrtarisht se cila do të jetë kolona që do të shoqërojë, kolona zanore fushatën e demokratëve, megjithatë në pjesën më të madhe, në këto minuta para nisjes sa aktivitetit po dëgjojnë këngë patriotike, teksa në podium, siç ju po e ndiqni, e ndoqët edhe më herët, është një skenografi tërësisht me të rinj, të cilët janë parashikuar si dekori për nisjen zyrtare të kësaj fushate, ku do të ngjitet për të mbajtur fjalimin zoti Berisha, e më pas pritet edhe një fjalim nga strategu zgjedhor Krisla Sivita. Janë momentet e mbritjes së liderit të demokratëve Berisha. Më herët gjatë ditës edhe strategu zgjedhor Krisla Sivita ka përcjell një mesazh në rrjetet sociale duke postuar videon e një bufi që glabëron një mi e duke thumbuar në këtë mënyrë kryeministrin Rama.